Që kjo fe i zbret qasoj shoqënie edhe i thot, lexo me emrin e Zotit tënd që krijoi. Betohen në lapsin, betohem në lapsin dhe në atë çka shkruajnë. Jashtëzakonisht është, mendoj që është pjesa më interesante e fesë tonë kjo. Edhe unë mendoj që kjo hyrje, që kjo hapje e fesë tonë me lexo edhe pasha lapsin, mendoj që aludon një 3 gjona të rëndësishme që na duhet mi pas parasysh. Mendoj unë që na duhet mi pas parasysh. E para, feja jon, po do me i thonë botës kështu. Tash e tutje, për mu lidh qielli me tokën duhet leximi, duhet shkrimi. Do me thonë, leximi dhe shkrimi janë element i lidhjes së robit me Zotin. Një fe që i thot një shoqënie, lexo, shkruaj, e cila ajo nuk e nje as shimin, as leximin, i bjen që kjo fe, kjo kish me konë aludimi i dytë, kjo fe në realitet nuk është fe veç për Mekën. Kjo fe i paraprin botës. Kjo fe po paralajmëron që shklapsi edhe shkrimi edhe leximi ka me konë e ardhme e njerëzimit që shkëna më rrisot. Islami synin e ka qitë shumë largë. Fakti kur i thot arabëve lexoni, ata nuk e njohin leximin, i bjen që kjo fe po zbret për mbar botën edhe po e qet cilin shumë larg. Edhe aludimi i tretë, Islami ka një projekt dhe ky projekt don men, don lexim, don laps. Fjala lexo këtu aludon ummeti islam ose njerëzimi, le të themi më mirë, ka nevojë gjatë jetës 4 libra me lexu. Libri i gjithësisë, libri i kozmosit, libri i hapun, që ka nevojë mu lexu. Gjithësia është libri i hapun i Zotit. Gjithçka është për mu lexu në ta. Libri i dytë është njeriu. Na do të me lexu njeriun. Njeriu është një mikro univers. Allahu ka thonë, do të vazhdojmë mi u paraqit atyne fakte në horizont do të thonë gjithësi, edhe në veten e tyne, derisa të binden që Kurani është i vërtetë. Njeriu është kryevepra që e ka bo Zoti. Libri i ngjarjeve, muslimani e ka bash me lexu ngjarjet në këtë botë, sepse çdo ngjarje është mësim veti, po edhe fundit është leximi i Kuranit që do të mundohuna me shpjeguar në hutbe.